Dhe tani të dashur spektator do mundohemi të sjellim në skenë një ngjarje të cilën e ndeshim pothuajse çdo ditë. Në një ndërmarrje në Pusi Llambrak, nga pakujdesia kishte lënë dritën e zyrës ndezur gjatë gjithë natës. Të nesërme në mbledhjen për kursimin, midis të tjerave u ngritë problemi i dritës së Llambrakit. U ngritën shok të kolektivit, të cilët diskutuan objektivisht mbi problemin. Llambrakit u dha një vërejtje dhe ai bëri autokritik. Po tani le të dëgjojmë se si gjykuan tipa të ndryshëm për këtë problem. Ja një tip alarmanti, ai gjithmonë i alarmon gjërat. Mare shok, a i dini qdo me thënë të lesh një lam 500 watt që ndezur gjithë natën, ta zëm 50 watt, nga ora 15 që ka ikur Llambraki, e deri në ora 7 mëngjesit bëjmë plot 16 orë, po sa zyra ka ndërmarja, po sa zyra ka i gjithë qyteti, 50 herë 20, bëjnë plot 2.000 kilowatt, që si shok, që si, kësa i thonë të punoj një hidrocentral vetëm për dritët e lena të Llambrakeve në shok. Unë propozoj të bëllë logaritit e dëmit në qendrën e matematikës logaritse dhe si pasyret me zërë masat rreta ka shqiti dhe kaj edhe... Pastaj erdhi Radha Hajrullaj, ish magazinieri të ndërmarrjes, të cilin Llambraqi e kishte kritikuar rreth dhe kishte propozuar shkarkimin e tij nga detyra meqense për fajt të tij ishin ndjegur 10 metro kub drupishe. Mirë po Hajrullaj njësi ti pak marrës. Që të bijem shkurt shok, nuk jam dakord me parafolsin. Po, a i propozoj për shkarkimin tim se unë doja 10 metra kub dru shok që ka sa duash. Nejse, unë i pagova para, po ky more që ka lënë dritën ndezur, kujtoni se shelet kjo për mua është shumë e rëndë. Llambraki për mua ka djegur gjithë repartin. Se shok, ja sa mendojmë në një qast, nga nxehtësia e poçit elektrik, mund mete flak kordoni elektrik. Mirë po kordoni elektrik është i lidhur me gjithë rrjetin elektrik të ndërmarrjes tonë. Kështu që flaka do fillonte nga zyra Llambrakit e do kalonte zyrë më zyrë, repart më repart dhe kish mundësi të digej gjithë qyteti. Ja pra se ç'është poçi Llambrakit. Prandaj unë propozoj që poçi Llambrakit kaloj në organet diktore, atje në gjyq kaloj. E lidhen më, Më vonë e mori fjalën shoku Abdullah. Qere ka bo Llambraki mërjau. Pas kaloni poq nes. E qështë i poq? Një poq është një poq edhe kaq. Më lidhen gjithë këto burra për një poq. Po poq është mërjau, nuk është raket. Jo hidrocentrale, jo termocentrale, hej që i bin këtë havalet. Unë propozoj, të menohem pak për propozimin. Po poq është poq. Po poq është mjau, poq. Më vonë e mori fjalën një shok i Llambraqit. Të gjithë shok e dini se unë Llambrakin e kam shok të ngushtë, por ama do ta kritikoj dhe rreth. Si mori dashurim Llambrak, le dritën ndezur ti që në raportin vjetor u lavdrove nga dritori. Po ti more të qenë ai që bërë pistonat që na vinin nga jashtetit. Dole nga gazetën, televizore, ti të lesh lampën ndezur, ti që mund të dekorohesh. Të lesh lampën ndezur ti që mund bësh edhe drejtori ndërmarrjes sonë, se i ka mundësi. Dhe i ka vërtet shok mundësi që të bësh drejtori ndërmarrjes sonë. Unë propozoj medaljen e drejtorit tonë në pension të vihet shoku Llambrak. Kaq kisha për poçin e Llambrakit. Aha, Llambrak, nuk ta fal. Jo, nuk ta fal. Atje drejtori